9:22 ora e sakt në studion tonë, i kthehemi të nderuar shikues për të vazhduar tutje me rrjedhën e programit. Ashtu siç ju paralajmërova, tani është koha për të ftuarin e ditës dhe sot në studio kemi për të promovuar një videoklip. Fjala është për videoklipin e Bledian Qotit, cilin e kemi tashmë në studio. Mirëmëngjes dhe mirëseva. Mirëmëngjes. Të kemi zgjuar herët pak sot. Të bjen të zgjohesh herët shpesh, Bledian? Si e me gjumin përgjithësi? Zakonisht gjatë sezonës, dhe më thonë, punojmë mbrëmje të ndryshme. Pushojmë ma gjatë ditës, kurse mbrëmje jemi ma të lirë. Ditët tjera, zakonisht, orarja është si gjithmonë, me obligime të ndryshme. Mirë, sa kohë bë që po mirësh me muzikë? Që nga mosha 12 vjeçare, dhe më thonë, marrë pjesë në për në ngjarje të ndryshme në shkollë, kam fillu që i vogël, dhe më thonë, mira me muzikë. Që atë kam betë në kujtesë gjatë gjithë këtyre viteve, sa i përket muzikës, koncerteve, koreve, organizimeve? Muzika është një pasioni im, cili më ka lënë shumë bresa. Çdo herë që bëj diçka, më jep përshtypje për me vazhdu tutje, publiku janë ata të cilën përkrajnë gjithmonë. Faleminderit, ju përshëndes gjithë. Ndihem shumë mirë kur punoj diçka të re dhe kur vlerësohet nga publiku. Kjo më shtyr me vazhdu tutje. Është muzika popullore ajo që ti e bën më me dëshirë, apo? Është muzika popullore, më shumë, domethënë. Po edhe zhandre të tjera i preferoj. Cilën e preferon më shumë? Zhandrin për shembull, zbavici diçka. Popullore në bën për vete, për shpirt tondin, apo vetëm se kërkohet prej? Po, më pëlqen popullore, si i ri, domethënë, kom fillu me popullore, tash vazhdoj edhe me përdarsma më shumë. Të mira me mbrëmje, kështu. Keni pas një verë të mirë? Mirë ka qenë vera si vetë, mirë. Sa darsme ke pas parapërsisht? Nuk kemi një numër të saktuar, përgjithësi mund me thonë që mirë ka qenë vera si vetë. Mirë, je vetë në përdarsma, shkon me ekip, si jeni të organizuar? Jo, punoj me një grup muzikor, grupi Akord, dhe më thonë. Jemi të pranishëm në darsma, në teren këtu vazhdimisht. Mirë. Realisht arsyeja pse të kemi ftuar sot është me fol për projektin tonë të ri, Ama zemrën. Ja morë zemrën apo s'ta? E kërkova, po nuk e di. Nuk e di, po presim akoma. Flasim pak më detaje për projektin. Nga erdhi deri te ideja, kush janë bashkëpunëtorët? Fillova një mendim vet, me punu diçka pak më ndryshe për stilit popullor, domethënë. Normal, ndihmon edhe shoqënia, bashkëpunëtorët e mi, cilët i përshëndes, domethënë. Për këtë këngë ka ndihmuar shumë kolegu im Veli Mukçe, i cilin e përshëndes. Nga ai edhe shkruaj domethënë teksti i kësaj këngë. Kurse incizimi është bërë domethënë në Prishtinë në studio HD. Kurse instrumentali është bërë nga Dorian Kelmendi, një djalë i ri i cili ka shumë vullnet për punë. Përshëndes edhe ata. Në mos ka bëj, kjo është java e parë që klipi po qarkullon për klipi është domethënë për vetfaqe të ndryshme shqiptare që një javë është lancu. Po pritet mirë nga publiku, kështu. Përshtypjet e para të njerëzve janë pozitive. Mirë, deri tash mirë. Shohim si po vazhdon. Mirë, të shohim si do ta presin shikuesit cilët janë duke na ndjek në këto momente pranë ekraneve të tyre. Nëse pajtohesh aty, po e shohim klipin edhe rikthehemi për të diskutuar edhe pak për klipin dhe për planet. Vazhdojmë me klipin tani. Mirë, e dëgjojmë pra Bledianin dhe këngën e tij të re Ama zemrën dhe kthehemi për të vazhduar edhe pak bisedë. Kemi parë klipin së bashku të nderuar shikues, rikthehemi për të vazhduar edhe pak minuta bisedë. Bledian, tash kur po sheh nëpër media, kur po sheh në internet, po thuvet me vete, kishim mujt me e bo dhe këto, kishim mujt me hek këto. Sa je vetë kritik, sa të pëlqen vetja në punët që bën? I pranoj kritikat, normal, mirë më duket deri këtu, tash janë ata që e vlerësojnë, domethënë publiku e vlerësoj më mirë. Jo mundu me punu diçka të mirë, diçka të re, pasi që është edhe klipi im i parë. Maksimumin me dha domethënë për këtë projekt. Shohim tash për projekte tjera, si përpritet nga publiku. Ke qef më ju përzi, për shembull, bashkëpunëtorëve, producentit, ku ta di unë, kompozitorit, apo ja beson në përgjithësi punën personit cilët veç i drejtohesh për me ta bëni këngë? Zakonisht me ata që punoj, i besoj shumë, po edhe idetë e mia i marrin parasysh, domethënë. Ke po plane tjera tash pas Ama zemrën? Po, do shohim, mendoj me bë diçka të re për gjenimet e vitit të ri ose diçka kështu. Pritet edhe një këngë tjetër, domethënë.
në vazhdim shohim. Do të bësh prap ndonjë këngë të këtij zhanri apo ke vendosur me ndryshu zhanr? Mendoj që duhet diçka pak më ritmike, pasi që jemi edhe afër festave të fundvitit. Një zhandër pak më ndryshe. Që je këngëtar që këndon në përdarsme, pse nuk e bëre një këngë popullore klip, po të zgjedhë këtë? Kam punu një këngë më herët, e cila nuk është me klip, domethënë, po është transmetuar vetëm nëpër media, në televizionin Opinion, posaçërisht. Mendoj që do të bëja një këngë diçka përdarsme. Mirë, unë të falenderoj shumë që gjete kohë me qenë pjesë e programit, nëse harru me përmend diçka, nëse do me shtu diçka, me falenderu dikon. Jo, veç i falenderoj familjen time që më kanë përkrahur në çdo aspekt, gjithë ata që më kanë ndihmuar në këtë projekt, përshëndes publikun, si dhe televizionin Opinion që janë pranë meje gjithmonë. Faleminderit shumë edhe për juve. Faleminderit ty që ishe në studio dhe suksese me këngën edhe këngët e tjera në vazhdim. Faleminderit. Ishte të nderuar shikues Bledian Qoti, kemi diskutuar për videoklipin e tij të ri Ama zemrën, ndërkohë ne do të jemi edhe më tutje së bashku në kuadër të programit tonë. Ju ftojmë të jeni pjesë e Mirëmëngjesi Opinion.